Ndërkohë që kam edhe një video denoncuese për Vodafonin, mos bini pre e mashtrimit të kompanisë Vodafone, celulare Vodafone të Shqipërisë, pasi që është një ndër kompanitë më mashtruese dhe më ndëshkuese që ekziston në territorin e Shqipërisë. Unë vetë jam viktim e planit të Vodafonit, për të cilën kam një kontratë dhe shpresoj që ta marrë sa më shpejt edhe që mos mirë mu me Vodafonin, se e para, Vodafoni, për roamingin balkanik, ku të kalesh në Kosovë, Macedoni, nuk punon, nuk lidhet roamingi balkanik, mund shkojë 2 orë, 3 orë, po mu lidh me kalu në roaming balkanik. Kështu që nuk punon. Ofertat shtesë që mund një me marrë në Vodafone, nuk ju punon në roaming balkanik. Shqitësit dhe punës të Vodafonit ju thonë që këto punon, por nuk punon, as të një ofert nuk punon shtesë që mund është me e bo në roamingin balkanik. Do me thonë, ofertat shtesë janë vetëm për mrena teritorit që është Shqipërisë edhe jo për në shtetet tjera. Është mashtrimi më i madh që bën Vodafoni edhe me çmimet që i rrejt edhe nuk i zbet as të njëherë. Do me thonë i zbet sa me të fejt në guackën e mashtrimit edhe mrapa në vesh të rrejt çmimet edhe shërbimet i ka. Unë vetë jam viktim, unë e quj vetën viktim të Vodafonit. Edhe je, mos bini pre e mashtrimit të Vodafonit në pikën kalimit të morinit me marrë numra Vodafone. Ju bëjnë thirrje gjithë vllaznive shqiptar të Kosovës, mos bini prej kësaj kompanije mashtrimit, se vënë këtu japin numra pa lek. Janë sa me vëfut në Grack edhe mrapa në masakrejna.